Dështoi tentimi i LSDM-s për të zhbllokuar punën e kuvendit në ditën e 9 të seancës konstituive. Interpretimi rregullores dhe neneve të saj ishin temat kryesore që e tensionuan debatin e sotëm në kuvend. Deputeti socialdemokrat Oliver Spasovski kërkoi mbështetjen e të paktën 10 deputetëve që të kalohet në pikën tjetër të rendit të ditës, respektivisht zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për këtë Spasovski e kishte përkrahjen edhe të deputetëve shqiptar të BDI-s dhe LRPDSH-s, Xhevat Ademi dhe Zjadin Sela, të cilët thanë se nëse nuk vendoset nga ana e kryesuesit propozimi i LSDM-s në votim, atëherë Veljanovski bën shkelje flagrante të rregullores. Por një gjë e tillë u kundërshtua ashpër nga deputetët e VMRO-DPMNE-s, të cilët thanë se neni 80 nuk lejon që ky skenar i LSDM-s dhe BDI-s të realizohet. Ova rasprava ne vodi nikade. Ky debat nuk çon askund dhe ky debat përdoret për stërgjatjen e procesit të bllokimit të kuvendit në mos formimin e institucioneve dhe sistemit. Unë kërkoj përkrahjen e 10 deputetëve që të kaloj propozimi për tejkalimin në pikën e 4 të rendit të ditës, të votohet dhe kuvendi të vendos. A do të debatojmë për këtë pikë, sepse bët bllokim serioz. Mos e shkelni rregullorën, sepse me veprimin e sotëm që nga kryesuesi e deri te deputeti i radhës, cili është ai i paraqitur, ju demonstroni mos respektim të praktikës parlamentare dhe akteve të këtij organi ligjvënës, rregullores. Ne me këtë që po bëjmë, jemi kthyer shumë mbrapa. Funksionojmë si një shoqëri primitive. Dhe shoqëritë primitive, po, janë të pranueshme afërsia gjenetike dhe familjare, janë pranueshme interesi i ndërsjell ndërmjet individëve që funksionon tani me këtë që po bëni ju si VMRO-DPMNE. SDSM i Zjadin Sela i Xhevat Ademi. LSDM, Zjadin Sela dhe Xhevat Ademi kishin mundësi shumë ditë para propozimit të tyre të japin 20 deputet për zgjedhje të kryeparlamentarit. Nuk e bën këtë sepse e din se nuk janë gati për zgjedhjet lokale dhe në mënyrë kastile i kaluan afatin. Përfaqësuesit e grupeve të partive parlamentare në koordinim me kryesuesin e seancës konstituive ranë dakord që seanca e radhës të vazhdojë të hënën, ndërsa nesër në kuvend pritet të takohen deputetët e LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s për të biseduar rreth zhbllokimit të mundshëm të kuvendit.